Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do t'jemi me rubrikën e flokëve. Do t'ju demonstroj disa stilime në flokë të çrregull, në flokë me onde, po normalisht mund bëhen në të gjithë tipet e flokut, por sidomos tek flokët me onde duket më bukur. Dhe për këtë arsye unë sot i kam bërë me mash, po nuk është se i kam dhënë një onde tamam, thjesht disa valzime sikur të jetë një onde natyrale, sa më i çrregull të jetë floku, aq më bukur duken këto stilime. Kështu që tani mos të humbim kohë dhe le të vazhdojmë me stilimet një nga një. Po filloj me ato më të thjeshta, sepse shumë herë mund të ndodhi që duam të stilojmë flokët, por jemi në ditën e parë që ne sapo jemi lart dhe floku rrëshqet sepse është shumë i butë dhe mund edhe mos të kemi kohë për të bërë një stilim kush e di se çfarë, edhe duhet të shkojmë në një event. Por aksesorët janë ato që gjithmonë na shpëtojnë në raste të tilla. Gjëja më e thjeshtë që mund të bëjmë është të vendosim një rreth. Rrethat më pëlqejnë sepse japin komplet një pamje tjetër në momentin që ti i vendos, edhe shumë bukur mund t'i kombinosh edhe me veshjen. Dhe gjëja më e thjeshtë që unë bëj, kaloj disa pjesë kështu përpara si baluke, këto të tjera ti hedh mbrapa, edhe ndërmjet flokëve fus rrethin. Dhe mjafton që flokët t'i kthejmë anash, të bëjmë një vi tamam të rregullt. Dhe unë sot nuk do të përdor as llak për të dhënë tamam atë iden, një floku sa më natyral. Dhe në këtë rast na vjen në ndihmë një karfic. Edhe ja, komplet luku ndryshoi. Edhe kështu siç i kemi flokët, do të marrim një fije, edhe një tjetër, dhe do të kalojmë fijen e parë sipër tjetrës, në këtë formë. Edhe tani që do të kalojmë tjetrën sipër, do të marrim pak flok dhe do t'ja bashkojmë. Edhe kështu do të vazhdojmë duke kaluar flokët, se duke qenë që edhe flokët janë me onde, sa më çrregull të jetë, aq më bukur do duket. Dhe unë kaq do ta lë deri këtu, dhe siç e shikoni, është bërë sikur është një gërshet, një thurje, dhe këto fije do t'i hap pak për të dhënë iden sa më të çrregullt, që duket tamam një stilim. Edhe këtu do të fus një karfic nga këto të zeza. Nëse jeni bjonde, këto stilime dalin akoma dhe më bukur, sepse floku i zi nuk është se të jep shumë pamje, që të duket, që të bjerë në sy, kurse floku bjond fillon ndërthuret me ca pjesë më të hapura, sidomos kur kemi edhe një balazh që vjen deri lart. Këto stilime dalin fantastike. Edhe po vazhdoj po të njëjtën gjë, domethënë kaloj flokët sipër flokëve të mëparshëm. Edhe këtu tani do të ndaloj me këtë, edhe përsëri do ta hap pak. Unë edhe nëpër dasma këto stilime preferoj, shumë të thjeshta, kurse bëj gjëra të rënduara. Dhe kjo mënyra se si duket kështu pjesa përpara më pëlqen shumë sepse duket si një kuror. Tani siç jemi, do të marr disa flok këtu. Këtë pjesën do ta ul që mos jetë shumë e ngritur. Dhe bëjmë një si tip bishti. Dhe të njëjtën gjë do të bëj edhe këtu tek pjesa tjetër. Do t'i rrotulloj kështu, edhe do t'i kryqëzoj. Tani do të kalojmë tek një stilim tjetër, që jam e bindur që do t'ju pëlqej shumë, sepse kur e kam bërë herë të tjera, më keni pyetur si e ke realizuar, është ai stilim që shohim në përgjithësi tek disa këngëtare, për shembull Elvana Gjata, e preferon shumë këtë stil. Do të marrim këtë pjesën ballore deri këtu, domethënë pa e kapur këtë tek kupola, do të na duhen një 2 llastiqe. Unë do të marr 2 llastiqe të zeza nga këto, sepse po e bëj sa për demonstrim, nuk është se do ta mbaj, por nëse do ta mbani për shumë orë, duhet vendosni një llastik pak më të trash.
Edhe tek Jumbo në fakt ka llastike që janë shumë të mira, janë disa që janë të zeza, llastike shumë të thjeshta, po i mbajnë shumë mirë flokët, edhe nuk rrëshkasin. Atëherë, në momentin që e bërëm bishtalecin, do të marrim një fije dhe këtë fijen do ta rrotullojmë tek bishti që kemi bërë që llastiku mos të duket. Në këtë formë. Edhe këtu tani do të fus një karpicë të zezë. Tek pjesa anash, këtu mjafton që t'i fryjmë pak flokët, që koka të duket më me volum. Edhe nga ana tjetër. Dhe tani këto flokët i hapim pak. Ideja është që bishtaleci këtu të jetë sa më i shtrënguar. Edhe më di me një palë rrath, duket akoma edhe më bukur. Është shumë e thjeshtë për të realizuar, edhe pse në pamje të parë duket sikur është e vështirë, por është në të vërtetë shumë e thjeshtë. Edhe pse unë nuk kam vendosur llak, nuk kam vendosur asnjë gjë dhe qimet janë të gjitha përpjet, është i çrregullt, pra duket shumë bukur. Tani mua po më vjen gjëra ta prish. Të bishtalecin që kemi, do ta mbajmë kështu siç e kemi. Unë po shkrytoj pak atë që bëra më përpara. Dhe këtë bishtalecin që kemi do ta ndajmë në dy pjesë dhe do ta ndajmë me karpica të ndryshme që mos ta ngatrojë. Një pjesë do ta kap këtu dhe një pjesë do ta kap këtu. Këtu poshtë unë do të bëj një kapje tjetër, që është po njësoj si e para. Flokët do t'i ndaj deri këtu, përsëri me dy llastike nga këto të zeza. Këto të dyja anët që ndava, do t'i kaloj rreth e përqark bishtalecit të parë. Bishtalecin e parë do t'a kaloj kështu, përsëri me një llastik, të dyja anët e bishtalecit, edhe do të bëj një bishtalec tjetër. Tani këtë kapje mund ta lëm edhe kaq, si një bishtalec, që duket në këtë formë. Këtë bishtalecin që bëra, të bëj edhe një tjetër, edhe të lë pjesët përpara pa kapur. Dhe përsëri me elastik do të kap edhe këtu. Dhe flokun që lash do ta ndaj prapë në dy pjesë dhe do ta kaloj këtu tek bishti. Të bishtin tani e fiksoj këtu në kapse, që mos ta ngatroj. Ku këtë herë mund t'i kap flokët të gjitha. Dhe me këtë fije do të bëj prapë e njëjtën gjë, por këtë herë nuk do ta lidh siç bëra më përpara, por do ta kaloj në këtë formë. Një karpicë të zezë. Tani do të marr të gjelin Isana dhe do të ket pak të dora. Edhe ndihmon që të ngjiten edhe këtu tek pjesa. Edhe këtu një dy fije do t'i ngjis tek valli
Dhe tani me këtë brushën e vogël të vetullave do t'i krej kështu lezetshëm pëlqimet e vogla. Dhe tani u lëshuan flokët mbas stilimit dhe ëndët e mia kanë rënë. I kam darë në këtë anën ku kam bërë edhe këtë lëpirjen e flokut. Tani do të lëshoj 1-2 pjesë këtu përpara. Dhe këto dy anët do t'i lidh mbrapa. Tani unë do t'i shtrëngoj. Tani me një lastik do të kap vishtin. Edhe pjesën e vishtit që e kam me ondet, dhe ondet bëjnë që të duket më me volum, do ta rregulloj në këtë formë brenda vendes. Dhe me karpica të zeza do ta fiksoj. Edhe me një karficë dhe ky është stilimi i radhës. Madje unë do të martohesha me këtë stilimin, me këto flokët kështu. Këtë pjesën përpara kështu do ta lë veç. Dhe gjithë pjesën tjetër do ta kap lart. Dhe do të përdor prap elastikun që përdor gjithmonë. Dhe këtë pjesën e lash sepse do të krijoj diçka të fryrë këtu, që mos të duket kështu, por të duket pak më me volum. Dhe ngec me karpicat e zeza por të futura në këtë formë tek bishti. Ideja është që karpicat mos të duken. Këto flokët tani që na dolën këtu, do t'i rrotulloj prapë rreth e përqark bishtit. Dhe si gjithmonë do ta ngec me një karpicë këtu tek pjesa mbrapme. Okej, kaq, mjafton. Dhe gjithë pjesën tjetër do ta kap lart. Dhe do të vendos lastikun e kësaj që kam marrë në dorë. Dhe në këtë moment e hapim dhe e fusim bishtin brenda dhe kjo mbyllet. Pjesën e balukës mund ta lëm kështu, por në qoftë se na bezdis, mund shumë herë dhe ta fiksojmë.